E o me fjallën prapë publikut? Kur na? Që ka dëshimull afër Dorikit. Hajde, pa probleme, do të kike. Koka, më duket... A ban më të ullë afër se po të shkon gruja. Jo më shko, s'ka problem. Hajde. Koka e Gjakovës? Dojt i kam Gjakov dhe ma shumë rinë Gjakov. Se Niva, a dhe që shërën Dalova, kam qef më ullë afër Lurikit. Lurik, Shabone. Luriki është kompletën Gjakov. Qka kjo? Ajo, Biki. Qka kënoson të treja ka? Unë kam një pyetje, pasi që je shumë krenar me qenë shqiptar dhe folë shumë gjërat mira për Kosovë, për Shqipërinë dhe e tregon që je shumë krenar, pse nuk e ke marrë gruan shqiptare? Po, si që thashtë, kjo është diçka që ma kam thonë shumë, e kemi është konsumu shumë edhe në për emisione, në për sanë. është diçka që njeriu mandej me kohë në vendet ku jeton, çfarë bën, i jep prioritete vetës. Në ato momente e prioriteti imi është që të gjeni personin cilin më donë, cilin unë e dua, dhe personi që tjetë personi duar për të ndërtuar ty jetën edhe të kompleton ty njerë si njeri. Për çka? Mandej, çdo san e ka rregullin e vet, e ka momentin e vet. Por mua ka qenë e kom gjetë e personi sanet kryesore që më kanë vytur, edhe absolutisht nuk ka qenë as për të menduar, domethënë, kur ti gjen tek një person cilësitë që për ty janë të rëndësishme. Pse çka doshte? Sepse unë kam shumë shoqe, se janë fanca tu, edhe gjithmonë thoshin, "O Loriki sa i bukur, Loriki sa i bukur, sa i bukur." Unë ju thosha, "Po ai nuk ka qef shqiptare." Se ta kish dash një shqiptare e kish morë, se e kish lanë mjë afrua, po kupton. Po nuk besojshin, thoshin, "Pse ajo vetë shqiptare, dhe atë ka gruan shqiptare." Qka të nëse Loriki vendus, a e një të gashme një shqiptore. Qeru në zëtë prishët për grus, a e një të gashme një. Besoj që gjdo femën një shka në gatshme për Lorikën. Besoj që gjdo femën, no? Këna nëse më vjetë mu. Ta shtregova, i kinja 10 shoqit mija që të prestin në rend. E këna shtin të losh. Ti e në regull s'ki faj, po ti do me shtin të loshe me grunë, bur. Këna dhe burti. Te këni sa e të azosh në shakë kushtë të që të ma një femër. Që? Ude, të na. Që bur? A i mirë si je. Unë pyta nga fillime, a ban njerë mu të ullë ofër, se mos për shkun gruja, mos për të qështë. Ulima ofër, largë. A ban mu të ofër. Hajta, që të dikon? Kur në momenti më ndej që njeri u martohet, i ka prioritete komplet në jetë, dhe sigurisht, si që thash, unë jam dosje arkivuar, edhe jam hi fill në arkiva. Dhe si të kam e të najcuk? Qure, unë kam në familjen teme, kam djemë të agjës, djemë të ajës, janë edhe më të mirë mëse unë. Edhe ata janë të ri edhe të pamartum, kështu që... Po ti e njoftun të shka dalë, na po dujna edhe pak njoftun e bukurosh, edhe gjakovar... Ata janë edhe bukurosh edhe gjakovar, edhe të lirë, sidomos në aspektin nuk janë të ndërruar. Ti pëllimet vetja, se këta janë të maqohë gjakovar. Pëllimet vetja. Pa më në prezentu. Me mrama edhe njerë Lorikësia, jenë mirë që unë juftum paka shumë. Unë jam Arlinda Prenaj, jam zgjedhur Miss Grand Kosova 2019. Miss Grand Kosova, po. Dhe jam këngëtare, e kam bërë këngën e parë, dhe më thonë, cila ka qenë një balat për një muaj, dhe momentalisht jam në projektin e këngës së dytë. Bravo! Suksesi! Jetën këtu a jashtë? Jo, unë jetoj në Gjermani, në München, aty edhe studioj dhe punoj, por... I pas ka letrat, nëse një matematik i harrova. Harrova dhe që? Unë e kam edhe pasaportin francez, jam rekull në reqet me mua. Falja një nëse 2 i gja, kiti. Dhe që nga mosha 7 vjeqare, mire me muzikë dhe gjithmonë ka qenë pasioni, po prindërit i kam pas shumë strikt, se më kanë thonë gjithmonë me përfundu shkollën, studimin, si që the dhe pak ma herët se do të me pas një profesion. Që gjësurja gjujt i stajsh? Jo, po do të me pas një profesion që me menu se edhe kur vjetruash pak apo kur nuk mundesh, me pas një profesion që e ban, të më thonë. Të pëshe u këthyn vete, se kretë skena e parë kërë shaj ke thonë ti me bo. Jo, no. Ja, ka dalë, se ka posë.